18 mënyra natyrale për të ulur tensionin e lartë të gjakut pa ilaçe. Presioni i lartë i gjakut është një nga sëmundjet më të shpeshta dhe më të rrezikshme sepse mund të dëmtojë edhe zemrën. Kjo sëmundje prek 1 në 3 persona në SBA dhe më shumë se 1 miliard njerëz në të gjithë botën. Nëse nuk stabilizohet presioni i lartë i gjakut, rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe goditjeve në tru. Ndaj në këtë video, sipas Medical News Today, do të rendisim mënyrat më të mira alternative pa përdorur medikamente në uljen e tensionit. Ecni dhe bëni aktivitete fizike rregullisht. Reduktoni konsumin e kripës. Mos pini alkool. Konsumoni ushqime të pasur me kalium. Reduktoni kafeinën. Mos u stresoni. Hani çokoladë të zezë dhe kakao. Humbisni në peshë, mos pini duhan, mos konsumoni sheqer, konsumoni manafera, meditoni dhe përmirësoni teknikën e frymëmarrjes. Hani ushqime të pasur me kalcium, merrni suplemente natyrale në mbikëqyrjen e ekspertit, hani hudhra, pini çaj hibiskus, hani ushqime të pasur me magnez dhe pini ujë me limon.